Burri i presidentes Vjosa Osmani, Prindon Sadriu, pas tërheqjes së kompanisë Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump nga ndërtimi një kompleksi luksoz në qendër të Beogradit, duke e ftuar atë që investimi ta bëjë në Prishtinë, Sadriu përmes një postimi në rrjetin social X, ka ftuar kompaninë që investimin ta bëjë në Grand Hotel, duke deklaruar se ky investim do të bashkonte njerëzit. Tërheqja nga projekti në Beograd përforcon një të vërtetë të rëndësishme. Projektet që vlejnë janë menduar për të bashkuar njerëzit, jo për t'i ndarë ata. Relokimi i këtij vizioni në Prishtinë dhe transformimi i Grand Hotel në një Trump Hotel do të rivitalizojë një lokacion të rëndësishëm dhe do të bashkonte njerëzit, ka shkruar ndër të tjera ai. Të lidhura me shikun dhe PDK-n. Në reagim theksohet se besimi qytetar që dikur gëzonte Ibrahim Rugova sot reflektohet e kryeministri Albin Kurti, ndërsa lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Guxo konsiderohen përfaqësues të elektoratit rugovian. Familja Imeri u bën thirrje qytetarëve që më 28 dhjetor të votojnë kundër korrupsionit, pazareve politike dhe kriminalizimit të shtetit, duke e parë procesin zgjedhor si akt vendimtar për forcimin e sovranitetit dhe demokracisë në Kosovë. Në vim, shkrimi i plot të dashur miq, populli i Kosovës ka dëshmuar historikisht aftësi për të njohur dhe mbështetur leadershipin e vërtet, një leadership që ka përfaqësuar interesin e tij politik dhe kombëtar. Besimi i gjerë qytetar ndaj Ibrahim Rugovës nuk ishte rastësor, ai ishte produkti i një vizioni politik të qartë dhe të qëndrueshëm. Sot, një nivel i ngjashëm besimi qytetar dhe politik reflektohet ndaj kryeministrit Albin Kurti. Duhet theksuar se politikanët që sot pretendojnë trashëgiminë politike të Ibrahim Rugovës janë, në shumë raste, pikërisht ata që gjatë jetës së tij ishin kundërshtar të hapur të vizionit të tij politik, madje edhe pengues aktiv të veprimtarisë së tij si Isa Mustafa dhe klani i tij, përfshirë sot produktin e tij Lumira Digjiku. Pas vdekjes së Ibrahim Rugovës, shkatërimi, përçarja dhe uzurpimi i lidhjes demokratike të Kosovës ka qenë një proces i dokumentuar. Po ashtu, edhe shndërrimi i saj në instrument të strukturave të errëta të shikut të PDK-s si dhe të interesave të ngushta politike të klaneve që fundosën filozofinë rugoviane dhe bashkë me të edhe LDK-n, jemi dëshmitar të këtyre zhvillimeve. Prandaj, zhurma e atyre që dikur e shkatruan LDK-n e që sot pretendojnë se janë LDK-ja është e kotë. Ky proces ka pasur pasoja afatgjata për demokraci në vend dhe ka sjellë në krye të kësaj partie një leadership të ndërtuar mbi ndëshkime, kurthe dhe praktika që kurrë nuk kanë qenë LDK e as nuk kanë pasur lidhje me frymën rugoviane. Me fjalë të tjera, sot nuk ka më LDK si parti politike autentike, por grupe parapolitike të lidhura ngushtë me shikun dhe PDK-n që bashkëpunojnë për të ardhur në pushtet dhe për të ringjallur pazaret e dëmshme të Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës. Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Guxo përfaqësojnë sot një pjesë të konsiderueshme të elektoratit rugovian, një elektorat që historikisht ka mbështetur qasjen rugoviane të shtetëndërtimit të bazuar në sovranitet dhe integritet territorial dhe në institucionalizëm. Bashkëqeverisja e koalicionit Lëvizja Vetëvendosje Guxo është karakterizuar nga koherenca programore si dhe nga rezultate konkrete në menaxhimin publik. Këto rezultate nuk kërkojnë retorikë të tepruar për t'u legjitimuar, ato vlerësohen drejt për drejt nga qytetarët. Qytetari i Kosovës sot është më i vetëdijshëm, por ralla me mbretër të gangsterëve politik të opozitës nuk i ble më. Siç po shihet, ekziston një konsensus në rritje se praktikat e pazareve politike me Serbinë kanë cënuar interesin shtetëror. Këto praktika janë zhvilluar nga ishullheqës si Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa dhe duhet të refuzuar qartë dhe në mënyrë demokratike më 28 dhjetor. Instrumenti vetëm legjitim për këtë refuzim mbetet vota e lirë e qytetarëve. Në këtë kontekst, mbështetja për Lëvizjen Vetëvendosje dhe Partinë Guxo është një zgjedhje që synon shkëputjen nga elitat e komprometuara të së kaluarës dhe ndërtimin e një qeverisjeje të bazuar në lishmëri, transparencë dhe sovranitet shtetëror. Procesi zgjedhor që po afrohet duhet kuptuar si një akt me karakter plebiscitar, në mënyrë që shteti i Kosovës të fortifikohet ndaj armiqve të jashtëm dhe të brendshëm. Një votim kundër korrupsionit që kishin mbjellë ujtur pushtetarët banditesk të opozitës për 2 dekada, duhet votohet kundër kriminalizimit të politikës dhe kundër instrumentalizimit të luftës për përfitime personale. Vota për Albin Kurtin, Donika Gërvallën dhe ekipin qeverisës që ata përfaqësojnë nënkupton mbështetje për lirim politike
për pavarësinë e vendimarrjes dhe për ruajtjen e integritetit territorial të Republikës së Kosovës në tërësi.